Prej më shumë se 24 orësh vjon operacioni për shuarjen e zjarrit në masivin pyjor të Lurës, ku terreni i vështirë malor po pengon ndërhyrjen e mjeteve zjarfikse. Rreth 260 forca të bashkisë Dibër, emergjencave civile, shërbimeve zjarfikse, forcave të armatosura dhe policisë ndodhen në terren, ndërsa në ndihmë të operacionit kanë mbërritur edhe 2 helikopterë të cilët po ndërhyjnë nga ajri. Gjatë gjithë natës forcat në terren kanë punuar pa ndërprerje për izolimin e vatrave dhe parandalimin e përhapjes së flakëve. Sipas drejtorit të administratës së zonave të mbrojtura në Dibër, Leonard Topuzi, ndërhyrja është vështirësuar ndjeshëm për shkak të terrenit malor. Puna e forcave në terren ka bërë të mundur mbrojtjen e 5 banesave dhe 2 staneve blegtorale ku ndodheshin rreth 400 krerë bakti të imta. Ndërkohë situata e zjarreve vijon të mbetet problematike në disa qarqe të vendit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në 12 gusht janë raportuar 9 vatra aktive në qarqe Tiranë, Fier, Durrës, Gjirokastër, Dibër dhe Korçë. Në total në operacionet për shuarjen e zjarreve janë angazhuar mbi 450 forca, ndërsa nga ajri po ndërhyjnë 3 helikopterë të forcave ajrore dhe 2 avion Air Tractor. Në drenjë të Patosit vijojnë ndërhyrja për shuarjen e zjarrit të riaktivizuar, ndërsa në Krujë forcat zjarfikse janë pozicionuar pranë banesave në lagje Mboj. Nëpërmjet vijojnë operacione në malet e në Mërçkës dhe Dhëmbelit, ndërsa në malin e Moravës në Devoll vatra është izoluar dhe mbahet në monitorim. Prioriteti i strukturave të emergjencave mbetet mbrojtja e banesave dhe jetës së njerëzve, si dhe izolimi i plot i vatrave aktive.